Largimi I papritur I Akilit nga ferma VIP 3 vazhdon të mbetet një nga temat më të nxehta në median dhe rrjetet sociale shqiptare, duke nxitur debat dhe teori të shumta mbi atë që mund të ketë ndodhur realisht brapa kamerave. Në qendër të kësaj situate është vendosur Jonida Maliqi, e cila, përmes një bisede të kapur nga kamerat, ka lënë të kuptohet se mund të ketë pasur dijeni për largimin e Akilit. Në videon virale, ajo përmend një komunikim me Ilir Shajqiri dhe reagon me të qeshura kur flet për momentin e daljes së tij, një detaj që është interpretuar në mënyra të ndryshme nga publiku. Këto deklarata, të shoqëruara me gjuhë trupi dhe mimika, kanë ngritur dyshime për një pjesë të ndjekësve, të cilët besojnë se mund të ketë pasur ndikime të brendshme në vendimmarrje. Nga ana tjetër, ka edhe nga ata që e shohin këtë si një reagim spontan, pa ndonjë domethënie reale në procesin e elimimimit. Dyshimet janë thelluar edhe më shumë nga qëndrimi I vet Akilit pas largimin. Heshtja e tij për rreth 24 orë në rrjetet sociale dhe